pse njerëzit me depresion nuk munden thjesht të dalin prej tij. Depresioni të bën të ndihesh sikur thjesht ti po ekziston në vend që të jetosh, të përjetosh. A ka depresioni pasoja në nivel organik? Çfarë i ndodh trupit kur një njeri është i prekur nga depresioni? Po, truri i një personi me depresion është ndryshe nga ai i cili vuan nga depresioni. Këto ndryshëshmëritë e dukshme shkaktohen nga modifikimi i niveleve të neurohormoneve të trurit, si serotonina dhe dopamina. Nëse këto të dyja ulen, krijojnë një sër mendimesh negative që nuk e lejojnë njeriu ta shohë botën më qetë, edhe me ngjyra. Depresioni është mungesa e dëshirës për të zgjuar në mëngjes, pra të zgjohesh dhe mezi të presësh të flesh përsëri. A do t'i thoshit një njeriu të verbër, ec pas shoqërues? Provoje. Ja, kështu është t'i thuash një njeriu me depresion. Dil nga kjo situatë, boll qëndrove vetëm, mos u mërzit. Depresioni është shumë kompleks, nuk është thjesht një trishtim. Ndaj nëse shihni njerëz të cilët po vuajnë depresionin, drejtoheni të kurohen për të dhe të marrin ndihmën e duhur.